Hello, përshëndetje, mirë se erdhe në një video të re. Në këtë video do jem vetëm unë duke fol. Bla, bla, bla. Siç kam qef gjithmonë me fol. Sot do flasim përsëri. Në video më përpara ju tregova që kam një story time, por para se me arrit te story time, nëse hala ndoshta këtë story time nuk e ke pa në rrjetet e mia sociale, ama në ato rrjete sociale është italisht. Kështu që ndoshta nuk dini italisht edhe don me e di shqip. Tani do të tregoj këtë story time. Por para se me arrit tek story time, në Instagram kam pas hedh një story duke kërkuar në qoftë se kishit dëshirë me ditë diçka, me bën ai pyetje, bla bla bla. Edhe më keni bot sa pyetje. Do ta shfrytëzoj të përgjigjem pyetjeve ndërkohë që bëj gati darkën avash avash. Duke nis nga fakti që më keni bërë shumë komplimente herë, edhe keni fol shumë mirë, fjalët më të bukura. Ju falenderoj shumë gjithë secilin për mbështetjen që marr çdo ditë dhe më duket e pabesueshme, edhe jam ekstrem e lumtur për këtë pjesë. Pyetja e parë është si je? Jam mirë, sinqerisht jam mirë, nuk mund të ankohem. Normal që ka disa sene që do doja me i rregullu në jetën time, edhe avash avash do i rregullojmë, do i përmirësojmë, por jam mirë, e kam marrë veten, kemi momente dobësie si gjithë njerëzit e tjerë. Edhe okej, është në rregull sepse kështu e ka jeta, nuk e çaj bën, nuk e nga ik prej kësaj dobësie kur vjen, kur godet, s'ke çaj bën. Shnosh. Edhe një ndër pyetjet e ngjashme është a je e lumtur? Jam e lumtur në thojza. Do të thënë që jam e lumtur, po, ama thjesht nuk është jeta ime tani siç kisha menduar që do ishte jeta ime tani, në këtë moshë. Edhe një ndër pyetjet e tjera është sa vjeç je? Jam 26. 27 i bëj me 30 janar. Sa shpejt kalon koha, më duket absurde. Absurde. Për çam keni pas pyetje tjetër, a je nda? Po, jam nda. Hala më bën çudi se si vjen kjo pyetje, se më duket tani e kanë marrë vesh gjithë, por jam nda, se s'di as me fol tash. Jam nda, nuk jam më me atë personin me të cilin më keni pa gjithmonë në video. Ja, tani vjen një pyetje që e shpjegon pak pse them jam e lumtur, por jo ashtu siç kam pas menuar që do isha e lumtur, sepse pyetja thot, në çfarë moshe pak a shumë e sheh veten të martuar edhe me fëmijë. Në fakt, unë në këtë moshë 26 e kam pas pa veten të martuar edhe me fëmijë. Po. Nuk erdhi ashtu, nuk ndodhi ashtu siç e prisnim, edhe është okej, sinqerisht është okej. Nuk po them që nuk ka pas raste që jam mërzit për sa i përket kësaj pjese, sepse nuk e prisja fare që jeta ime do u zhvillonte kështu, duke pa në çfarë situate isha, që isha në një lidhje të gjatë prej kohësh, edhe mu dukte sikur po krijonim diçka bashkë, edhe normal që e shikoja veten të kisha një familje me atë person. Edhe tani që duhet me ja nis nga zero, normal që më ka mërzit shpesh herë, më bën pak çudi sepse nuk po them se është vonë, nuk është asnjëherë vonë, thjesht në ëndrat e mia në këtë moshë shikoja veten me familje. Gjithmonë e kam pas ëndër të bëhem mami e re, kjo nuk ndodhi, shnosh edhe për këtë pjesë. Kur ndodhi, kur ta ketë shujt Zoti, është okej për mua sinqerisht, por kjo nuk do me thënë se atëherë nuk kam të drejtë të mërzitem edhe të mendoj nganjëherë sikur sa bukur do ishte ndoshta të më ishin realizuar ëndrat në atë periudhë dhe ashtu siç i du unë. Po ja që gjithmonë ndodh e kundërta e asaj që mendon. Gjithmonë. Si ka mundësi kjo pjesë. Edhe siç e thash, është okej, mërzitem, normale, por fundja e pranoj. Ajo mërzia edhe nuk zgjat shumë, nuk po them se është një mendim konstant në mendjen time që pse tani jam 26 edhe nuk kam familjen time, bla bla bla, jetoj me mamin, nuk është problem fare. E pranoj që ky është realiteti, do doja që realiteti të ishte pak më ndryshe, po, por nuk është. Edhe va bene, në rregull, e pranojmë edhe kështu siç është. Qa pyetje tjetër kemi këtu? A beson përsëri në dashuri? Kjo është një pyetje fani. Atëherë po besoj në dashuri. A besoj që do më ndodhi mu përsëri të dashurohem? Nuk e di, besoj do me thënë se po, por thjesht e di që do jetë ndryshe. Do jetë ndryshe sepse edhe mosha është ndryshe, kemi tjera mendime tani, tjera prioritete, edhe mendoj që kam një dijeni më tepër se që është dashuria, se që janë marrëdhëniet, edhe kështu që nuk besoj që do më ndodhi prap të bind dashuri aq
marrëzisht, se nuk di asnjë si më shpjegu veten, por kam qenë një moshë shumë më të re kur jam lidh. Tani jam 26 dhe normal që ndoshta kërkoj diçka tjetër. Nëse do njoh një person, dashuria do jetë ndryshe, do jetë jo një dashuri ku hidhesh mrena me dy akamet edhe nuk e din pasaj ase si ti dalësh ma asaj situate në qoftë se ndodh diçka e keqe. Besoj që thjesht do jetë një dashuri ndryshe, në qoftë se do bin dashuri. As vet nuk e di se si do jetë, thjesht e di që do jetë ndryshe. Kam tjera djenjë tani edhe kam tjera prioritete, kam tjera mendime në këtë moshë. Kështu që po, besoj në dashuri, thjesht besoj në lloj dashurie të ndryshme. Jo se tani u plaka, po kur je më re, dashuria që ndjen ndryshe, ndjen sikur s'ka si sen më të mirë, sikur me të vërtet, nuk e di, trotullojë gjithë bota edhe duket gjithçka bukur, gjithçka perfekt, edhe mendon, wow, sa ndjenje bukur, dashurohesh edhe futesh me të dyja kam, siç e thash. Ndërsa tani më duket sikur dashuria ka më shumë përgjegjësi dhe duhet të kem edhe më shumë kujdes, sepse me të vërtet besoj përsëri në dashuri, ama siç besoj në dashuri, besoj edhe në faktin që nuk dua asnjëherë më të përjetoj ndarjen. Edhe doja në ëndrat e mia përsëri që personi me të cilin do lidhesha do ishte personi i duhur kësaj radhe dhe s'do kishte ndarje, pik. Sidomos sepse në këtë moshë mendoj që do të krijoja edhe familje, edhe nuk do doja kur që fëmijët e mi të përjetonin ndarjen. Jetës nuk i dihet kur, me të vërtet jetës nuk i dihet kur. Gjithsesi na ngelet me shpresu për mirë. Edhe tani do arrim te pjesa e story time-it, sepse në këtë linkun që kam pas hedhë në story, më keni pyet nëse po dal me dikan, po flas me dikan, edhe vërtet është që jo, s'po dal me asnjë edhe s'po flas me asnjë. Por para disa ditësh, para një 2 javësh, pak a shumë, më shkrujti një djalë. Edhe më tha, shumë e bukur për të qenë e vërtet, po e bëj pak më të shkurt sepse dikush për jush ndoshta e kanë gjuar edhe në Instagram ose në TikTok edhe s'du me e bë bajat. Ende i ktheva përgjigje që i shkruajta faleminderit shumë, por mos e tepro. Edhe ma kthej përgjigjen duke më thënë vetëm të vërtetën po them, pse u emocionove. Edhe aty ngela pak si kështu sepse nuk më duket diçka e bukur me i thënë një femre, a u emocionove nga komplimenti im, sepse duket sikur e merr për të mirë çans, sikur kjo femër nuk merr komplimente të tjera dhe po emocionohet për komplimentin tënd. Pavarësisht se nosha ti e the në shaka, nuk po them duhet me pas kujdes me muça shakash bën, sepse nuk është se jam ti problematik, po nuk e di, nuk më pëlqejnë këto shaka. Besoj se ka mënyra të tjera shumë më të bukura me i fol një femre. Nëse i shkruajta pak si e bezdisme dhe i thash duhesh me bot do rrugë për më emocionu unë. Gjithsesi vazhdon biseda, kështu edhe ky më shkruan pastaj gjithsesi ta tërhoqa vëmendjen përderisa mu përgjigje. Edhe unë ja ktheva duke i thënë që ndoshta thjesht jam e sjellshme edhe prandaj po të përgjigjem. Edhe ky më tha ndoshta mund ta flasim përballë një pije, po më ftonte për me dal. Edhe okej, mendova pse jo, në fundja të keqe ka, pse jo. Edhe i ktheva përgjigje okej për locationin që tha, vetëm kur pastaj më thot ose mund të ikim po deshe direkt në hotel. Ha. What? Ngela kështu pa fjalë. Sinqerisht ngela pa fjalë. Se thash ndoshta jam unë që jap këtë përshtypje sikur me të vërtet mundesh me më çu direkt në hotel, hala pa u njoft. Me të vërtet e japun këtë përshtypje, edhe i ktheva përgjigje duke i thënë që nuk e kuptoj se çfarë tipi mendon që jam, ama nëse kjo është shaka nuk më pëlqen fare si shaka. Nuk e kishte kuptuar që për mua kjo shaka e mbylli. Jam bot tip që nuk toleron asnjë sen, sidomos për meshkujt, sepse nuk kam kohë për të humbë. Edhe direkt nëse bën diçka në këto shaka këto budalliqe që s'm pëlqejnë, shnet mirëpafshim. E pastaj ky më ktheu përgjigje, jo, rrie qetë sepse thjesht ishte një test për me pa çfarë tipi je. Edhe këtu i ktheva përgjigje duke thënë që nuk kishte nevojë me bë teste për me pa çfarë tipi jam, sepse në qoftë se do dilnim, mjaftonte të prisje derisa të dilnim, edhe përballë vërtetohet pak a shumë e merr një vibe se çfarë tipi ke përballë. Edhe më tha, okay, atëherë duhet bëj diçka që të më falësh." Edhe unë i ktheva përgjigje, nuk besoj do jetë e nevojshme. Ky test tregon mjaftueshëm që s'kemi arsye me njoftë më gjatë njëri tjetrin. Edhe më kthej përgjigje, nuk isha ndërmend të vija në sikletë, ishte vetëm një shaka që bëra, prandaj të kërkoj falje sepse gabova. Edhe unë i ktheva përgjigje, e dije që në fillim që nuk është shaka që ka lezet me aboni femër. A do një modo, gjithsesi, më fal, i pranoj faljet e tuaja natën e mirë.
më thot ke të drejtë, më fal Arsol, nuk jam absolutisht ai tip, po gabova natën. Më thënë ti nuk je ai tip, patëherë pse sillesh si ai tip. Nejse. Kalun ca ditë, edhe në fakt kur ma shkryti këtë mesazhin e fundit natën, shkova edhe e hoqa nga follow, sepse thjesht më kishte bë follow edhe ja ktheva në moment që nisi një bisedë mes nesh. Kur shkova me i heq follow, e pash që ai kishte bë follow back, 100 veta kishte follow, edhe mbi to 90 ishin femra. Do të thënë ti i ke qu follow vetëm femrave, edhe nuk është tipi personit që du as që të më afrohet një person i tillë që mbi 100 veta ka vetëm 90 ka plot 90 femra, edhe 10 mund të jenë faqe ose budalliqe tjera. Absolutisht, do të thënë një mashkull i tillë as nuk du që të më shkruaje. Po ky e kishte profilin privat, përndryshe do e kisha kontrolluar edhe më para. Nejse, e hoqa nga follow, edhe më shkruan para pak ditësh më shkruan, më jep një shans Arsol, please, edhe unë i shkruajta pse duhet t'jap një shans një personi të tillë, një djalë ose më mirë një burri që bën shaka pa vlerë dhe që mbi 100 veta, 120 veta në fakt kishte, që i ka follow, janë krejt femra, sepse i kishte shtu follow atë ditë që më shkruajti këtë më jep një shans, sepse kishte 100, edhe tani ishin bën 120. Nuk është tipi i burrit tim që du për krah. Edhe ky ma kthej përgjigjen, por ti je vetmja që më intereson. Nuk jam tipi jot, po mund të punoj për atë pjesë. Edhe unë ja ktheja përgjigjen vetëm ha 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 ha. Edhe ky më kthen përgjigje Arsol, nëse nuk do më interesoja, nuk do të kisha shkruajt për një shans dytë. E pash që kishte pak kështu nëpër mesazhe, pak kimi midis nesh, edhe do doja me e pa edhe live. Nuk mundesh me njoh një njeri vetëm nëpër mesazhe. Unë mund e me njoh një njeri edhe vetëm për mesazhe, paktën për shtypjen e parë. Përshtypja e parë për këtë person ishte tepër shakaxhi për shihet e mia, edhe shaka pa vlerë, pa sens, të ulta. Jo. Mu më pëlqen një tip shakaxhi, më pëlqen që të më bëje me qesh, po këto nuk më bëjnë me qesh, këto më duken si ulje. Edhe pastaj vjen e më thu, jo po vetëm ti më intereson. T'lutem. Që po duket, sikur jam të vdekur për vëmendjen tënde edhe kështu që po më bën happy sepse po më thu vetëm ti më intereson, sepse ke 100 veta follow femra, edhe vetëm mund t'interesoj mbi 100, t'lutem shumë. Je duke e korrit veten, je duke lanë nam. Gjithmonë kam thënë do e marr me qetësi edhe nuk më intereson me se s'ban, pavarësisht andrave të mia që kisha me kriju familje në këtë moshë, gjithmonë kam thënë do e marr me qetësi edhe kur t'i vije momenti, do i vije momenti. Por normal që edhe pse e merr me qetësi në qoftë se rastis një moment që njeh një person, okej, hape horizontin edhe provoje, se nuk i dihet. Provo t'kesh një bisedë me këtë person. Ama sa herë ndodh që mundohem me pas një bisedë me një mashkull, gjithmonë vetëm o flasin budalliqe, o bëjnë budalliqe direkt, momentet e para, s'lejnë as shans, hiq, për me njoft një fije më tepër. No, i kemi humb shpresat. Bëj shaka, nuk i kemi humb shpresat, po thjesht nuk e di. Nuk e di qa po ndodh në këtë dating world tani, pse janë bë shumë meshkujt. Ka edhe femra, normal se nuk jam tipi që mendoj a vetëm meshkujt janë keq. Jo, ka edhe femra që nuk sillen mirë, siç ka meshkuj që nuk sillen mirë. Po I don't know, nuk e di. Nuk demoralizohem, sepse me të vërtet nuk më intereson, sepse nuk e krijon një lidhje ose një ndjesi me kaq pak. Edhe jam shumë e lumtur kur e tregojnë veten që në fillim, që të paktën as nuk kemi humbje kohe. Sa bukur. Pse? A ka që vështirë është me i fol një femër taman, me eftu taman për me dal me pi diçka, me hëngër diçka? Ka që vështirë është në qoftë se ke interes për një femër, me ja vërtetu që ke interes edhe jo me e thënë me fjalë, ti ndërkohë ke gjithë ato femra follow edhe po më thuje po vetëm ti më intereson. Jetojmë në një botë tani, në një shekull ku shumicës femrave ndoshta ju pëlqen një djalë që nuk po them që i keq trajton, po që ndoshta i bën pak si kështu lojnë, sikur man aktiv atë interesin. Interesi im zhduket direkt kështu. Zhduket direkt. Unë e du, nuk po them që t'jeti fiksu mi smur mas meje, po që në momentin që e di që ka dëshirë me mnjoft, ti dedikohet asaj pjese, edhe jo të bëj kësi lojnash. Nuk më interesojnë, hiq, nuk janë për mu. Nuk kam kohë për lojna, nuk kam kohë për me bë shaka sikur jo po hoteli, jo po, no. Kush njef, ku i more konfidencët?
Anyways, ky ishte story time. E di që ndoshta kjo video është pak më e shkurt, po thjesht ishte një bisedë kështu, një update, një life update, se si po ecën jeta ime po ecën mirë, macet e mia janë mirë. Nganjëherë ndaloja dhe mendoj që është pak e çuditshme se si erdhën shumë situata, por jam shumë mirënjohëse gjithsesi. Jam shumë mirënjohëse për jetën time, jam shumë mirënjohëse që jam mirë me shnet, jam shumë mirënjohëse për familjen time, macet e mia, shoqërinë time. Jam shumë mirënjohëse për gjithçka. Kështu që s'kam si mos me qenë happy, pavarësisht gjithçkaje. Gjithsesi, thank you nëse ndoqë gjithë këtë vetë bisedim deri në fund, se e di që jam bërë bezdisshme. Mos harro të më ndjekësh në rrjetet e tjera sociale dhe shihemi në videon e radhës. Paqim!